Vetëm Allahun subhanahu wa ta'ala falenderojmë, vetëm prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet dhe selamet më të përzemërta ja dërgojmë vulës profetësisë, zotriut njerëzisë, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij të ndershme dhe fisnike, shokëve të tij bujar dhe besnik, neve dhe gjithë atyre që vazhdojnë të ndjekin rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën kur do të dalin para Allahut subhanahu wa ta'ala. E për të cilën ditë thot Allahu në Kur'an: "Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Atë ditë thot njeriu nuk do t'i bëj dobi as malli dhe as evladi, përveç atij njeriu i cili kthehet tek Allahu subhanahu wa ta'ala me çka, me një zemër të pastër apo me një zemër të shëndosht. Vëllezër të nderuam, në hutben e kalume kemi fol për 3 gjëra me të cilat Allahu subhanahu wa ta'ala është i kënaqur që robi mi punu. Dhe kemi thënë, ti përsërisim shkurtimisht se ato 3 gjëra janë adhurimi e para, pra është adhurimi Allahut subhanahu wa ta'ala, pa i shoqëru ati shok asgjë në këtë adhurim. E dyta, kemi thënë se është kapja fort për litarin e Allahut, e që është kush? Litari i Allahut është pra Kur'ani dhe Suneti. Dhe e treta, kemi thënë mos përçarja. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha që Allahu subhanahu wa ta'ala është i kënaqur nëse ne i punojmë pra këto 3 vepra. Ndërsa sot do ta themi pjesën tjetër, do ta komentojmë pjesën tjetër të hadithit që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me 3 gjëra është i kënaqur Allahu, ndërsa me këto 3 gjëra Allahu subhanahu wa ta'ala i urren që ju t'i punoni. E këto 3 janë vëllezër të nderuam sëmundje të rrezikshme që Allahu i urren, duken të vogla, por në realitet e prishin zemrën e njeriut, e prishin familjen dhe e prishin shoqërinë. E këto 3 gjëra, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Wa yakrahu Allahu lakum qila wa qal, wa kathrat as-su'al wa idha'at al-mal." 3 gjëra, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu i urren që ju mi bë. E para thot qila wa qal, pra që i bjen në shqip thashafeme, fjalët e kota. E dyta, pyetjet e shumta që nuk i bëjnë robit dobi. Dhe e treta, shpërdorimi i pasurisë. Këto 3 vëllezër të nderuam janë si helme. E para thashathemet e helmojnë kënd gjuhën e njeriut. E dyta, pyetjet e shumta dhe pa dobi e helmojnë mendjen e njeriut, dhe e treta, shpërdorimi i pasurisë e helmon zemrën e njeriut. Prandaj letim hapim zemrat tona dhe t'i ndëgjojmë këshillat se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka tregu se si mu rujt pra nga këto 3 gjëra që Allahu subhanahu wa ta'ala i urren. E para qila wa qal, pra Allahu thot urren për ju thashathemet dhe fjalët e kota. E çka janë thashathemet dhe fjalët e kota? Janë fjalët boshe, vëllezër të nderuam, fjalë të pa vlerë, fjalë që s'kajnë dobi as për jetën tonë në këtë botë, mirë po nuk kemi shpërblime prej atyne fjalëve as në botën tjetër. Pra kush çka bani, kush çka tha, kush u martu e kush u nda, dhe kështu me radhë fjalë që as nuk e ngrejnë besimin e njeriut, e as nuk e afrojnë zemrën e tij me Allahun subhanahu wa ta'ala. Vëllezër të nderuam,
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, njeriu ndonjëherë e flet një fjalë nga ato që e kënaqin Allahun, mirë po pa i kushtu shumë rëndësi, dhe Allahu për këtë fjalë që e ka fol e ngritën në grada. Mirë po tha, ndonjëherë njeriu e flet tha një fjalë e që me atë fjalë e hidhron Allahun subhanahu wa taala, dhe që për atë fjalë ai njeri hidhet në zjarm të xhehenemit. Pra vëllezër të nderuar, një fjalë po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që mund ta qesim nga goja jonë, pa i kushtu rëndësi të madhe, mundet më bë sebeb që neve me na ngrit në grada tek Allahu. Mirë po në anën tjetër, edhe një fjalë që mund ta themi pa i kushtu shumë rëndësi të madhe, mund ka më bë sebeb që njeriu mu hedh në zjarmin e xhehenemit. Për ta kuptuar vëllezër të nderuar, peshën e madhe që ka fjala që nxjerr njeriu nga goja me gjuhën e tij, do ta ilustrom me një shembull. Një ditë Aisha radiallahu anha, pra Aisha kush ishte? Ishte gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe një ditë i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për gruan tjetër, Safijen radiallahu anhuma, çka i tha? I tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, njën nga mangësit i tha Safijes është se ajo është pra e shkurt. Pra vetë e përshkruvi veç e përshkruvi pamjen fizike të grus tjetër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. As nuk shpifi, as nuk tha diçka që tjetër, vetëm e përshkruvi se si duket. I tha pejgamberit, një nga mangësitë e Safijes është se ajo është e shkurt. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur e ndëgjoi këtë fjalë nga Aisha radiallahu anha, pra nga gruaja e tij, si i tha pejgamberi? I tha, e ke fol një fjalë o Aisha, që nëse kjo fjalë, i tha, përzihet me ujin e detit, pra e keni parasysh madhësinë e ujit detit pafund, tha nëse fjala që e thave përzihet tha me ujin e detit, do ta bante detin e pist, do ta ndote gjithë detin. Pra një fjalë vëllezër të nderuar, tha Aisha radiallahu anha, vetëm tha për Safijen se është e shkurt, nuk tha kur gjatë tjetër, vetëm tha është e shkurt. Dhe tha pejgamberi, nëse kjo fjalë që thave për Aishën që është e shkurt, përzihet me ujin e detit, e kishte bë detin pes. E paramendoni vëllezër të nderuar, kërti krahasom thashethemet që i bam na, në krahasim me këtë një fjalë që e ka thënë Aisha radiallahu anha. Andaj, vëllezër të nderuar, një fjalë që duket e vogël tek Allahu subhanahu wa taala mundet me peshu shumë. Ndër pasojat më të mëdha që i bajnë thashethemet është përçarja mes njerëzve. Shejtani vëllezër të nderuar kënaqet kur familjet përçohen, kur shoqërit ndahen, kur dy njerëz përçohen ndërmjet vetet, kënaqet shejtani. E për çka përçohen? Për fjalë të kota, për fjalë që duke u transmetu tek njeri dhe tek tjetri, janë shtrembru dhe ndoshta as nuk kanë qenë vërteta, dhe kështu kanë nxit armiqsinë që njerëz me ardh deri ke ndarja. Dhe shejtani kënaqet me këtë gjë. E kjo është e keqja e madhe e thashethemeve. E tjetra është humbja e kohës. Çdo minutë që e humbim duke bë thashetheme, duke fol fjalë të kota që nuk kanë dobi, kemi humb një minutë nga dhikri Allahut subhanahu wa taala, nga përmendja Allahut, nga madhrimi i tij, nga falënderimi, nga kërkim falja, nga marrja e diturisë. Dhe e treta janë gjunah i madh, sepse gjuha vëllezër të nderuar përhap fjalë të pavërteta. Në shumë raste kur njeriu flet shumë, gjuha përhap fjalë të pavërteta. E që ndër këto fjalë njeriu me dashje pa dashje mundet me shkel nderin e muslimanit dhe me hap tek njerëzit plagë që shumë vështirë shërohen gjatë gjithë jetës së tyre. Vëllezër të nderuar,
Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an: ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Për çdo fjalë që njeriu e nxjerr nga goja e tij, është një melajke që qëndron dhe shkruan. Se cilën fjalë që ti e flet, se cilën fjalë që e nxjerr nga gjuha, e ke melaiken që të qëndron aty dhe e shkruan, dhe për se cilën fjalë ke me dhënë përgjegjësi para Allahut subhanahu wa taala. Andaj vëllezër të nderuam, duhet mirë të mendojmë para se flasim. Duhet të mendojmë mirë nëse fjala që kena mi nxjerr a ka me bë dobi për ne, për fen ton, për dërnjan ton dhe për ahiretin ton, apo është fjale pa dobishme. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut. Kush thot beson në ditën e gjykimit dhe beson Allahun subhanahu wa taala, ai njeri thot le të flas mirë ose le të hesht. Pra nëse nuk ka me fol diçka me dobi, atëherë më mirë mos të flas fare. Një sahabi vëllezër të nderuam shkoi dhe e pyeti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i tha: o i dërguari i Allahut, cila është fjala, tha, cila është vepra, gjëja që ka mishti njerëzit mos shumti në xhennet? Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju përgjigj: taqwallahi wa husnul khuluq. Pra, devotshmëria, besimi i sinqert dhe morali i lartë, sjellja e mirë, tha janë dy gjëra që njerëzit kanë mishti mas shumti në xhennet. Mirë po i tha, cila është gjëja që ka mishti njerëzit mas shumti në xhehenem, pra në zjarr? Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: el famu wal farj. Goja dhe epshi i tij. Gjuha dhe epshi janë dy gjërat që kanë mizhyt njerëzit mas shumti në zjarmin e xhehenemit. Andaj vëllezër të nderuam, ta kemi kujdes shumë këtë gjë. E dyta që tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vepra e dytë që urren Allahu që ne mi bë, është kathrat as-sual, pyetjet e shumta. Këtu nuk ka lidhje pyetjet që njeriu i bën pra për me marr dituni apo në dobi të tij, sepse këto pyetje i kanë pyetur edhe sahabët pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe pejgamberi i ka nxit ata që mi pyet. Mirë po, tu në këtë hyjnë ato pyetje që janë pra me kuriozitet bosh. Ato pyetje që nuk kanë dobi as për dërnjan as për ahiretin e njeriut. Ato pyetje që ngatrojnë njerëzit, hapin dyshime dhe debate. Ato pyetje që shkaktojnë fitne në shoqëri dhe familje. Dhe ato pyetje që kanë bajnë pra me fen, që ndoshta Allahu subhanahu wa taala nuk ka fol për ta duke i lënë mëshirën e tij, dhe njeriu pyeten për ato pyetje. Si për shembull, pra që kanë bajnë me fen, kur erdhi ajeti që u bë haxhi obligim, një njeri e pyeti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i tha: a duhet haxhi për çdo vjet pra mu kry? A është obligim që çdo vjet mu kry? Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ju përgjigj. Dhe ky vazhdoi duke e pyet. E pyeti një herë, e pyeti dytën, e pyeti tretën, dhe pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e pa që nuk panalet, ju përgjigj dhe i tha: law qultu na'am lawajabat wa lam mastata'tum. Sikur të thosha po, që është obligim, atëherë juve ju kishte bë detyrim e ju nuk kishit mujt mi kry kët. Mirë po, kur e pave që unë nuk të përgjigja, atëherë ish dash mi kuptu që duhesh mu nal. Pra ky shembull vëllezër të nderuam tregon se pyetjet e pa nevojshme munden mi bë fen më të rëndë për njerëzit. Dhe pyetjet e shumta hapin dyshime në fe. Shumë njerëz humbasin kohën duke pyet, pra pse Allahu subhanahu wa taala bëri këtë gjë? Pse ky ajet kështu? Pse ky ajet ashtu? Dhe kështu njerëzit duke vetë shumë e humbin thelbin e fesë, shpërqendrohen nga detyrat reale. Njeriu duke kërkuar shumë në teori harron praktikën.
Andaj, vëllezër të nderuam, njeriu duhet me pyet vetëm për atë që atij i bën dobi, për pyetje që e afrojnë tek Allahu subhanahu wa taala dhe tek ibadeti. Dhe njeriu duhet mi marr fen me bindje dhe jo me hulumtime të pafundme. Kur Allahu subhanahu wa taala ka thënë për një gjë, kjo është halal, njeriu mi marr si halal. Kjo është haram, mi marr si haram, sepse besimtari thot sami'na wa ata'na. Ndëgjume dhe u bindëm dhe largohet nga pyetjet e shumta që atij nuk i bëjnë dobi. Vëllezër të nderuam, një nga duat që e bonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa. O Allah, të kërkoj ty të më mbrojsh nga kush? Nga ditunia që mu nuk më bën dobi. Dhe e treta, vëllezër të nderuam, nga gjërat e urrejtura që tek Allahu është pra idha'atul mal, shpërdorimi i pasurisë. Një ndër gjërat që Allahu subhanahu wa taala e urren shumë që njeriu mi shpërdoru pasurin, nimetin që Allahu subhanahu wa taala ja ka dhënë atij. E për ta kuptuar këtë më qartë, vëllezër të nderuam, Allahu subhanahu wa taala ata që e shpërdorojnë pasurin me këndikra hasan, thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, innal mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin. Ata, thot Allahu, që e shpërdorojnë pasurin, janë, thot Allahu subhanahu wa taala, vëllezërit e shejtanëve. Pra ai që e shpërdoron, thot Allahu subhanahu wa taala, që i ngjan shejtanit, i shkatërron mirësitë që Allahu ja ka dhënë dhe nuk i përdorën për hajër. Pra shpërdorimi i pasurisë nuk kupton shpërdorimi i saj pra parat në alkohol, parat në verë, parat në bigjos, parat në droga, parat në muzika e veshje të imoraliteteve, parat në festime të kota, në darsma të panevojshme, në harxhimet parave pra që janë kot e më kot. Pra kjo nuk kupton, vëllezër të nderuam, shpërdorim të pasurisë. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk do të lëviz thot këmba e robit në ditën e gjykimit pa dhënë përgjegjësi se ku e ka fitu pasurin, nga e ka fitu dhe ku e ka harxhu atë. Dhe e dyta, pra e para shpërdorimi në harame, dhe e dyta shpërdorimi në luks dhe ku dhe mendje madhësi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, hani, pini, jepni sadaka, vishuni, tha, por pa shpërdorim dhe pa mendje madhësi. Apo mi ble unë të mobilin më të mirë që me thonë tjerë, shikoje se çka vëzit, apo orën më të shtrenjtë, apo shpinë më të madhe, vetëm që mu kallëzu e mu livdu e mu majt me ndjemëth, e që tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, përdoroni, mirë po pa shpërdorim dhe pa mendje madhësi. Allahu të ka dhënë të mira, mirë po përdori ato të mira që me fitu kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Ndër besimtarët më të mirë, thot Allahu subhanahu wa taala, kush është? Ka dhënë Allahu pasuri dhe të mira, mirë po thot, walladhina idha anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna dhalika qawama. Ata që kur shpenzojnë, nuk shpërdorojnë, në njërën anë nuk shpërdorojnë, mirë po në anën tjetër as nuk janë dorështërngumon, por qëndrojnë në mes. Ky është besimtari më i mirë. Milioner me qenë miliarder, thot Allahu subhanahu wa taala, nuk shpërdoren, nuk është dorështërngumon, mirë po qëndren në mes. Vëllezër të nderuam, tri gjëra që Allahu i donte nga ne ishin adhurimi i Allahut pa i bashkë atij, kapja fort për Kur'anin dhe Sunetin dhe mos përçarja. Dhe tri gjëra që Allahu subhanahu wa taala i urrente ishin, vëllezër të nderuam, që mos mi harxhu pasurin në gjëra të kotit. Ishte, vëllezër të nderuam, mu largu nga fashathemet. Pra këto gjëra Allahu subhanahu wa taala
i urrente shumë. Andaj e lusim Allahun subhanahu wa taala që Allahu të na bëj prej atyne që adhurojnë vetëm atë pa i shoqëruar shokat e tij në asgjë. E lusim Allahun që të na bëj prej atyne që kapen fort për librin e tij Kur'anin dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe lusim Allahun subhanahu wa taala që të na bëj prej atyne që nuk përçohen. E lusim Allahun subhanahu wa taala që të na bëj prej atyne që i ruhen thashëthemeve dhe fjalëve të kota. E lusim Allahun subhanahu wa taala që të na bëj prej atyne që e ruajnë gjuhën e tyre prej pyetjeve të shumta dhe e lusim Allahun subhanahu wa taala që të na bëj prej atyne që e përdorojnë pasurinë vetëm aty ku ka dobi dhe ku Allahu subhanahu wa taala është i kënaqur me të, e Allahu na ruaj prej atyne që e shpërdorojnë pasurinë dhe nimetin që Allahu subhanahu wa taala aty ne ka dhënë. Thuni amin. آمين وقولي قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.